Gjykata e Lezhës ka dënuar me 12 vite burg Simon Gjokën, 30 vjeç nga Miloti, I cili fillimisht u arrestuar për vjedhje baktish, ndërsa gjatë hetimeve u zbulua se kishte pasur marrëdhënie me një vajzë të mitur. Prokuroria kërkoi dënimin e tij me 18 vite burg, por duke përfituar ulën 1/3 së dënimit për gjykim të shkurtuar, Gjoka do të vuajë 12 vite heqje lirie për akuzat vjedhje kryer në bashkëpunim dhe marrëdhënie seksuale me të mitur. Pavarësisht mohimit të tij gjatë procesit gjyqësor, trupi gjykues e shpalli fajtoren e dy veprat penale. Në dëshminë e vajzës 13 vjeçare e marrë në pranitë e nënës dhe psikologut, ajo ka pranuar se kishte lidhje me 30 vjeçarin dhe se gjithçka kishte ndodhur me dëshirë, siç e shprehur në hetim. Ajo ka shtuar se Gjoka e kishte prezantuar me persona të tjerë çka ngriti dyshime për shfrytëzim, për prostitucion. Në telefonit të mitures u gjetën foto intime që ishin dërguar të pandeurit, I cili kishte marrëdhënie miqësore me nënën e saj, një grua që ishte qirin pranë kishës së ndodhur në Laç. Simon Gjoku u arrestuar në shkurt 2025 pasi hetimet zbuluan se ishte përfshirë në vjedhjen e baktive të trasha në fshatin Gajush dhe dyshohet për disa raste të tjera vjedhjesh në zonën përreth. Gjatë përgjimeve të telefonit të tij, policia konstatoi komunikime komprometuese me të miturën, çka e çoi më pas në zgjerimin e hetimeve dhe ngritjen e akuzës së dytë.